Ministri i Ekonomisë i Spanjës, Carlos Cuerpo, deklaroi se emigracioni mbetet një mundësi ekonomike për Bashkimin Evropian, edhe pse debati rreth tij shpesh manipulohet nga narrativa të rreme që e largojnë perceptimin publik nga realiteti. I pyetur nëse debati mbi emigracionin ka një ton racist, ai tha se në disa raste po, dhe se kjo duhet luftuar përmes prezantimit të dhënave, jo sloganeve politike. Spanja është një nga ekonomitë që po rriten më shpejt në Eurozonë, me një zgjerim të pritshëm prej 2.9% këtë vit, thuajse trefishi i rritjeve të Gjermanisë, Francës, Italisë së bashku. Kurse Spanjën, përvoja jonë me emigracionin ka qenë pozitive, tha Cuerpo. Të dhënat, qoftë në terma absolut apo për frym, tregojnë se ata kontribuojnë pozitivisht në ekonominë spanjolle. Ulëmtimi i Bankës Qendrore të Spanjës, i publikuar më herët këtë vit, sugjeronte se popullsia e lindur jashtë vendit që punon në Spanjë kishte kontribuar midis 0.4 dhe 0.7% në prodhimin e brendshëm brut të përfrym, mesatarisht 2.9% midis viteve 2022 dhe 2024. Emigracioni është bërë një çështje ndërlikuar për Bashkimin Evropian që përballet me një popullsi të plakur dhe mungesë fuqie punëtore, por gjithashtu po has kundërshtime politike nga grupe që kërkojnë rregulla më të ashpra për të luftuar emigrimin e paligjshëm. Partitë konservatore dhe të djathta ekstreme por kërkojnë gjithashtu deportime më të shpejta për ata që nuk kanë të drejtë ligjore të qëndrojnë në Bashkimin Evropian dhe monitorim më të rreptë të kërkesave për azil dhe ribashkim familjar. Më herët këtë javë, presidente e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se vetëm europianët duhet të vendosin kush vjen në Europë dhe kalon kufit tan dhe në çfarë rrethanash. Ajo gjithashtu theksoi se Bashkimi Evropian do të prezantojë një mekanizëm të ri sanksionesh për trafikantët e qenieve njerëzore. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian ranë dakord gjatë javës për një reformë të gjerë të rregullave të emigracionit që mund të krijojë qendra ktimi për emigrantët në vende jashtë bllokut.